Përshëndetje, mirë se erdhët në Zëri i Mallit dhe Sakrificës, mosafirin e radhës e kam Fevzi Hasanin. Fevzi, mirë se erdhe në podcastin tim. Mirë se gjeta Bahter dhe të falenderoj për mundësinë. Është kënaqësi e jamja, me Fevzin njihemi më te, kemi jetu bashkë në qytetin ku po jetojmë tani në Boros. Kemi ardhur një të kohë në Suedi, tani jetojmë larg me njëri tjetrin, flasim shpesh, takohemi rrallë, kësaj here u takuam edhe po shfrytëzojmë rastin me fol pak për jetën e Fevziut në Suedi. Pra tregon Fevzi kur ka ardhur në Suedi, cili vit ka qenë, edhe arsyet që ka ardhur. Po si s'tha më herët Bahter, kem ardhur në njëjtën kohë, ka qenë viti 2006. Arsyen ma mërmenja si çdo shqiptar, por një jetë më të mirë, por një të ardhme më të mirë, për disa mundësi që ndoshta veni jonë nuk na i ka ofru, dhe ke mendu që do i gjejmë këtu. A ka qenë e vështirë në atë kohë për moshën tënde me pas mundësit për me u zhvillu, për me arrit për planet e tuja si çdo tri që i ka në Kosovë? Po pa tjetër që ka qenë vështirë, mundësit në atë kohë isha edhe si student në Universitet Prishtinës, edhe isha edhe në shkollën e policisë, po ishte e vështirë me pa një jetë ashtu që shumë e mendoja në atë kohë si 26 vjeçar, 25-26 vjeçar. Me që se Kosova vetë se u shlirua nga okupimi dhe fillu me pa botën, fillu me ndëgjue ma shumë për botën, edhe ato mundësi nuk ishin vendin tonë, nuk si student kishum shumë vështirësi për banim, shumë vështirësi për me pas kushtet shkollimit, edhe Mergata filloj me ardhë shumë më shpesh në Kosovë, dhe në ato biseda që i kishum me njerëz që jetonin jashtë vendit, ishte një botë krejt tjetër, edhe për neve që ishum të lindun, të rritun dhe pa vizitu kur një vend botës ishte një ëndër, edhe mendonim që në vërtet ekziston aja botë, ishte një sen që doja dhe vetë me përjetu, edhe erdha aja ditë edhe erdha aja mundësi që me vizitu, edhe ishte Suedia vendi që erdha. Suedia dhe më thonë nuk konë vendi parë që ke ardhë? Po, ma herët për 5 vendeve, dhe më thonë, kufitare që kem pas Macedoninë, Shqipërinë, nuk kom vizitu vend tjetër. Suedia ka qenë vendi i parë në Evropë që kom vizitu, edhe... A ke pas stafën familjes në Suedi kur ke ardhë, apo thjesht ke ardhë dhe i vetëm? Tafën kom pas nga familja këtu që kanë jetu, për atë arsye edhe gjatë bisedës me ta që e kanë spjegu Suedin si një vend të qetë, si një vend zhvillum, edhe një vend për mundësi shkollimi. Ma mërmenja dhe ka qenë një ndikim shumë i madh për mua që kom pas gjithmonë mendim shkollimin, edhe arsyeja pse kom emigru në Suedi. Qysh ka qenë fillimet Suedi kur ka ardhë? Po ma mërmenë si për çdo njeri që kur ma herët s'ka dalë jashtë vendit, ka qenë shumë vështirë. Me gjetë vetën një vend si Suedia me një kulturë krejt tjetër, me një sistem krejt tjetër që nuk kisha imagjinu ma herët, nuk ka qenë letë, edhe
vendimi me jetu vetë kur isha mësu me jetu në rrethin familjar, në natë grotësime me vëllezër, motara, prend, farafisin e gjerë, edhe shoqëri, edhe drejt me thonë nuk ka qenë lehtë. A ke pas cilat ka qenë, gjua sigurisht ka qenë njëna prej vështirësive ndoshta edhe ose prej është kur thonë qelësi për me mujt më integru në shoqëri. Ka marrë kohë kjo, a ka qenë gjua e vështirë me mësu suedishtën? Po thëmë drejtën, si gjuhë nuk mu ka edhe pse kum pas pak a shumë njohëri me gjuhën frengen në shkollën fillore dhe të mesme, gjuhën angleze gjithashtu, gjuha suedeze nuk më është dukur shumë e vështirë, me qenë se për ta folur një gjuhë në mënyrë të rrjedhshme merr kohë. Mirë po këtë gjuhën, si ta them, për nevoja të thjeshta ditore, nuk më ka orë vështirë. Mirë po me kohën edhe gjatë shkollimit, me një duke pa nevojnë, edhe si thë edhe vetë, por arritje në një vend jashtë vendit, ma merr mendje që gjuha është çelësi i fillimit të arritjeve të një njeriut. Kene jetu këtu në një qytet, bashkë, që të thash, tani dole atje dhe kriju edhe familje. Pastaj ke vazhdu me shkollimin përveç kurseve fillestare që janë gjuhës këtu. Po, kam jetu këtu në Boros një vit e gjys, mandej kum pas edhe në disa ndalesa ose stacione si t'i quajnë, kom jetu pak në Halmstad, kam jetu pak në Växjö, edhe stacionin e funit deri me tani në Helsingborg. Po, kam studiuar inxhinieri energjetikës, po edhe gjatë shkollimit ka qenë një sen që kisha pas qef me cekë ndryshimi i sistemit shkollës këto me sistemin e Kosovës. Ka qenë një sen që mu ka dokt me siguri që shumë ma mundësi e mirë këtu, por një ndryshim, pa tjetër një ndryshim, një sen që ndoshta një temë tjetër kështu mujt me diskutu, veç që ka qenë një ndryshim bajeg i madh. Filloj një jetë e re, pastaj u bashkove me gruan tani që je sot, ke kriju fëmijë, ke fillu një punë të re, si inxhinier apo si punon tani në Helsingborg. Po, gjatë rrugtimit tem, domethënë kur isha unë edhe në Växjö, me qenë se gruan e kam taku kur kam qenë në Boros, jam shpërngull në Växjö, sa atje ka në atë kohë studioj gruaja që tani jam bashk, dhe morëm vendim së bashkus se të shpërngullim në një qytet pak më të madh, siç ishte Helsingborgu. Edhe po i kam 3 fëmijë me gruan, 2 vajza dhe një çun. Po kam punu si inxhinier 8 vite në korporate energjetike. E tani punoj si shef teknik në spitalin e Helsingborgut. Si ka shku jeta deri tani, për shembull për ty në Suedi, si mërgjimtar, sa është e vështirë jeta me jetu jashtë vendit? Pa tjetër që jeta në Gyrbet ka vështirësi të veta, pavarësisht që i ka edhe mirësitë, edhe mundësitë e shkollimit, edhe të zhvillimit si njeri, ka vështirësitë.
Si që thash më herët, nuk është e lehtë me lanë një familje tërë edhe me emigrue. Nuk ka qenë e lehtë. Fillimet kanë qenë bajgit vështira, po me krijimin e familjes në Suedi, ndran mënyra e të menduarit ma mërmendja, edhe njeri pa tjetër duhet mu adaptue në ambientin aty ku jeton, edhe me marrë një kahje tjetër. Mirë po, muna me të thënë që si mërgjimtar, kur njëherë nuk i plotësuar me qenë se një pjesë atyre që ti je rritë edhe një pjesë që aty që të kanë linë është largë teje. Edhe me jetu 19 vite me mallët një përshafimit nënës, të babës, të motra, të vëllezërve, nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, është një pjesë që gjithmonë të mungon, pavarësisht që ndjen veten plotësu me bashkëshorten, me fëmijët, jeta vazhdon, po nga ana emocionale je në mungesë të dashurve, të shoqërisë, të pjesës ku ke fillu hapat e parë, të them, edhe çdo gjëje që të ka rrethue për 26 vite. A shkon shpesh në Kosovë, po, ndohet? Po, në Kosovë zakonisht pushimet verore i kum kalu në Kosovë çdo vit. Si mbas mundësive kem shku edhe gjatë pushimeve dimrore, veç të paktën një herë në vit kem shku në Kosovë gjatë pushimit veror. A flasin fëmija Shqip? Po, pa tjetër që flasin fëmija Shqip. Je mundu që ta mbojmë gjuhën Shqipe, t'ju tregojmë për gjuhën Shqipe, t'ju tregojmë për traditat tona. Ndashtë është edhe një plus edhe unë edhe gruaja ime dyt jem shqiptar. Nuk thëm që fëmija flasin një gjuhë ndoshta që unë kisha pas qef, me qenë se gjuhën Shqipe e vijojnë edhe në shkollën aty ku shkojnë, atë mundësi e jep shteti suedez, ndoshta pak një orë në javë, po ajo është në plan programin e sistemit suedez shkollor. Shkollë pak, në shtëpi pak, Po, vizitat Kosovë. Ma mërmend që gjuhën që folin i ndihmon shumë në Kosovë, thëmë drejten, se në Kosovë fëmija nuk kanë mundësi me folë ndryshe përpos gjuhës Shqipe. Edhe atë përforcimin e gjuhës ma mërmendja që e bojnë. Edhe e shon një sen që kur të kthejmë prej pushimit, ma shumë folin Shqip me zvete, se sa ndoshta muin para se me shku në Kosovë. A ju pëlqen Kosova, po? Pa tjetër që ju pëlqen, e presin me padurim pushimi për Kosovë, flasin shumë për Kosovë, flasin shumë për të afërmit në Kosovë. Po tash fëmija e rrit, vajza e madhe ka i bën 15 vjet, edhe ka lidh një kontakt të mirë me të afërmit, me vajzat e vllaznive, me djemtë e vllaznive, gjeneratën e vet, edhe kanë kontakt ditor. Kështu që edhe ajo është një pjesë e gjuhës Shqipe, se komunikojnë Shqip. A mendon se je përshtat për këto vite që e di mirë? Ma mërmenja që në ato mundësit që i kem pas, po. Pjesja përshtat s'ka qenë që nëse me të vërtet e vendos me jetu një ven, edhe e bën një shkollim, duhet pa tjetër, por të paktën me mundu me ndi vetën rahat edhe me mujt me jetu një jetë rahatshme, duhet me përshtat në ato pika që është pa tjetër sushme me përshtat. A është e vështirë
me fol fëmija gjuhën shqipe këtu edhe ti në familje, kur rritesh në një vend të huj, për shembull, me gjuhë, me kulturë, me gjithçka këtë ndryshe. A ke në moment që flet, për shembull, shtëpia, sjell vështirësi kjo, apo thjesht shkon paralel me tjera, dhe të thotë, sikur shumë tjerë që jashtë flasin suedisht, në shtëpi flasin shqip dhe nuk ka ndonjë problem. S'di që thëmë, ka raste që është pak vështirë me spjegu fëmis në gjuhën shqipe disa tema që ndoshta nuk janë të ndëgjume prej tyne ma herët. Ka raste kur ndoshta edhe fëmija që janë pak ma të vogël irritohen kur folëm në gjuhën shqipe dhe nuk të kupton, ka qef që mi ja spjegu në gjuhën suedeze. Edhe për atë arsye, ndoshta nga njëherë edhe i folëm suedesht që me kuptu. Mirë po mundohemi që me folë sa ma shumë në Shqip. Edhe për një arsye normal që ne jem shqiptarë dhe kam qef që fëmija me ditë gjuhën shqipe, me pas komunikim me familjen tem në gjuhën shqipe, është pa tjetër, po edhe është një plus i madh që me mësu një gjuhë. Këtu sistemi suedez ka gjuhën suedeze normal që e mësojnë, kanë si gjuhë dytë gjuhën angleze që e mësojnë shumë herët, mandej kanë gjuhë si ta quj me dëshirë që mund të zgjedhë në gjuhë gjermane ose spanjolle, është një plus shumë i madh me marrë një gjuhë falas prej prindëve, si që është gjuha shqipe, një gjuhë shumë e bukur, një gjuhë shumë pa tjetër me ditë, për një shqiptar me prind shqiptar. Edhe mu rrit me 4 gjuhë është një plus i madh, më merr mendja në zhvillimin e fëmijëve në të ardhmen. Prind i ke pas gjallë deri tani, fatkeqësisht nona ka vdek para 2 dite. Si është me përjetu vdekjen e një prindi kur i vend të huaj? Para se më ardhte vdekja e nanës, kisha thonë që... Kërë përmend për shkak se shumë argjimtar, ju ka ndodhë kjo dhe do t'i ndodhë ndoshta në tarmen një pjesë fatkeqësisht ndoshta s'kan mujt as me shku më herët në për varrime të tyre dhe është një... Këtë fat e kisha unë që të shkoj në varrimin e nanës, mirë po desha të them që është e vështirë, si që thash më herët, për një njeri që ka jetuar në Gyrbet, në Mergim, 20 vite, gati, si që jemi unë e ti, edhe kur ndalesh edhe menon për 20 vite, nëse ti ke qenë në Kosovë një muj gjatë vitit, i bjen 20 muj për 20 vite, as 2 vite të plota nuk i ki kushtue prindve, dhe më thonë 18 vite i kanë larg tyne. Aja të bën mundi edhe ma të rëndum në shpirt, kur e dim që ka kanë bon nona tona për neve, edhe në kohën ndoshta ma të mirë tjetës tonë, prej 25-26 vjetë deri tani sa jam 44 vite, me kanë larg tyne. Edhe në ato rastet kur i kanë ma të vështira për nanën, tash që na kalon, nuk ku mujnë ndoshta me qenë afër saj, të paktën dorën e saj me majt, normal që është shumë e vështirë për një djalë ose një vajzë, është, mund të them, pas shpjegueshme, është shumë e rëndë për jetim i pa shpjegueshëm. E di se dhe vetë jam këtu, a mendon se e kuptojnë punën e migrimit në Kosovë, kur shkon, kur flet me familje, me shoqërime? Është e vështirë me kuptu, po të paktën do të thotë më përpjek me kuptu, sepse ju rrallë herë mërgjimtarët ndjen pak si zbrast për mënyrën se si njerëzit në Kosovë nuk arrin me kuptu dhe të ndjenjën e të qenurit larg shtëpisë, me jetu në vend të huaj, pas mall familjen.
S'di çka tha, nuk kisha mujt ndoshta me fol për nanën e dikujt tjetër, qysh a mund na kuptojnë, po muna me tregu për ndjenjen tem, që ndoshta jo prej familjes, po prej shoqënisë, nuk ma merr mendja që na kuptojnë dhimbjen që kem për venin. Edhe ndoshta edhe kanë arsye. E arsyeja është që edhe pas 25-6 vite që po bëhet që Kosova tani është e lirë, nuk është aty ku na kem pas qef, edhe aty ku ata që jetojnë Kosovë kanë pas qef. Edhe gjithmonë mërgjimtar doken si një pjesë e shoqënisë që ka arrit që është e pasur, ndomon nga ana ekonomike. Aja pjesë mungon vendin tonë Kosovë. Andaj është e vështirë për një pjesë të shoqënisë me të kuptu mallin, sepse ana ekonomike bën vetën, edhe s'po di sa po mund me spjegu kur një njeri ka një mungesë diçkaje, edhe ti kur shkon nga mërgimi atë pjesë ndoshta të pakten pak a shumë e ki të plotësume, është e pakuptueshme për ata me ndi një dhimbje kur ti dukesh i plotësuar. Mirë, po nga ana emocionale është një send që nuk spjegohet, nuk është i dukshëm, andaj edhe ma merr mend që edhe është nuk na kuptojnë që kem një dhimbje për familjen, një dhimbje për vendin, e gjitha këto. A ke vrejt kohës fundit, a ka ndryshu raportet mes mërgjimtarëve dhe edhe në Kosovë? A është e njëjta, si me thonë, apo thjesht, a bedon që respektohen mërgjimtarët njësoj sikur që janë respektuar ndoshta më herët? A janë raportet pak a shumë njëjta sikur që kanë qenë në fillimet kur kemi ardhur. Unë e di që nuk kanë qenë raportet shumë më të mira. Po kisha mujt me thonë që nuk janë të njëjta për arsye se kanë ndryshuar. Në vitet më herët kur mërgjimtarët kanë ardhur, gjenerata e parë para teje meje, kanë qenë kushtet ndryshme. Atëherë njerëzit nuk kanë ardhur çdo vit në Kosovë, nuk kanë pas telefonata ditore. Unë e di të afërmit mi kur kanë ardhur në Suedi ose kur kanë ardhur në Gjermani, ku ta diun krejt pjesë të botës, nuk kanë ardhur me 10 vite. Na kanë lënë fëmijë, kur kanë ardhur kem qenë të rritshëm, edhe nuk e kem njoft edhe njëri tjetrin, ka pas një respekt shumë ma tjetër se sa sot. Si thash më herët, na shkojmë një herë, mundohem me shku edhe 2 herë, edhe kem telefonata, e shohim njëri tjetrin çdo ditë përmes kamerave, edhe nuk është ndjenja e njëjtë me qenë mërgjimtar sot, me qenë se dhimbja është e njëjtë, sepse ai je larg vendit, larg familjes, larg të afërmëve, mirë po është një ndjenjë tjetër edhe është shkri aja iluzioni për mërgimin, se sot kosovarët vinë dhe na vizitojnë edhe këto, edhe nuk është e njëjta gjë. Çka të gëzon për këto vite më shumë ti për shembull, a ka diçka që të bën më mirë përveç këtyre që ke bë, ose diçka që të bën më një keq për shembull? A ke menduar në herë që me qenë vend të huaj në një moment nuk është e lehtë? Qa më bën mundi mirë, ndoshta është ngritja profesionale që e kam. Një mundësi që më ka jep shteti suedez, edhe jam falenderues, pa tjetër që jam falenderues, edhe
ngritja e vetdijes dhe të menduarit ndryshe nga aja që i shumësu me qenë të okupum dhe mos ta kesh edhe drejten e elementare, do shta edhe të menduarit edhe të shprehjes. Aja që kësha mujt me thonë që më vjen keq, që nuk e ke mundësin sot, pas 26 vite ndoshta këtë punë që e bëj, kisha pas qef edhe kononde rejonja, ma mërmene çdo mërgjimtari, që më pas një ngritje profesionale me pas mundësin vendosjes që me mujt mu këthy në vene dhe me pas një punë ndoshta jo bashkët që e kam, po të ngjajshme edhe me mujt me zhvillu një jetë qyshe zhvillojmë këtu, me ofër familjes, ofër vendit edhe aty ku e ndijmë veten, aty shlirë, aty ku merr frymë shlirë, se pavarësisht ngritjes, në mërgjim ma mërmenja gjithmonë e kije të paktin për neve që ke marrë të rritshëm, pavarësisht sa je i zhvillum, pavarësisht sa je i adaptum, e ndjen kur je në vendlindje që merr frymë një mënyrë tjetër, fol një mënyrë tjetër edhe e ki atë respektin një mënyrë tjetër. A ke mendu ndonjëherë, shumë shqiptarë kanë ardhur me mendimin me u kthy në Kosovë, pavarësisht kushteve që nuk janë ndoshta atë nivelit çfarë janë në Suedi edhe këto që i tha tani kohës fundit. A të shkon mendje ndonjëherë me u kthy në Kosovë? Patjetër që më shkon. Patjetër që më shkon edhe mirë, po kitë pikun sot jam, është pak se vështirë se nuk është vetëm vendim jemi. Fëmijët shkojnë në shkollë, janë pikën e fillimit shkollimit, edhe ka dëshira, është patjetër që është mirë, po është një vendim që nuk mund e marrë vetë si një babë. Është një pjesë e jemi, është gruaja që është një pjesë që është e linë në Kosovë, po e rritë në Suedi, thuje gjatë tërë jetës, mandej fëmija që janë të lindur në Suedi, edhe për pos pushime verore, nuk din diçka tjetër për pos sistemit shkollimit suedez. Me marrë një vendim nuk është i lehtë. Pavarësisht që mendimet janë, edhe kem bisedu shumë herë edhe me gruan, po një vendim të prerë nuk e kem. Nuk e ke marrë akoma, po sigurisht ndoshta jo tani, po në tarmen patjetër që mendon ndoshta. Po si thash më herët, me mendimi është edhe jo vetëm mendim si më thoni, i iluzionit, po mendim me të vërtet që i shkon një dëshirë e familjes mu kthyje në Kosovë edhe me vazhdu jetën atje. Na ka kalu koha, por më intereson edhe një 2-3 pyetje për fund. A ke mendu ndonjëherë për fjalën mërgjimtar? A ke mendu ndonjëherë vetë, dhe më thonë, a është e vështirë me qenë mërgjimtar? Po dashte pa dashte me A nënë. ndjesh i huj, për shembull, abdin, unë kam pas raste shpesh me ndje i huj. Patjetër ka raste që ndjesh. Pse jam këtu, edhe po kthejna. Ka raste që ndjesh i huj, ka raste, sidomos në fillimin e shpërnguljes këtu ka pas raste shumë herë, jo një herë, por shumë herë.
kontaktet, jo mirëpritja, mosdija e gjuhës se ka bot veten, pa tjetër që ka pas raste, nuk ka qenë e lehtë ashtu që shumë njerëz mendojnë. Ndoshta është temë pak më e gjanë kjo, po nuk ka qenë e lehtë kur ndoshta e kërkon një vend punës, tash nuk munda me thonë që ndoshta edhe Suedez nuk i kërkojnë 100 vendet punës, nuk kum punu nentin e punësimit me ditë, po flas për veten tem, që kum një veten që nuk po merrna parasysh për arsye të prejardhjes ose të temrit tem. Edhe më ka breja, ja, me qenë se shkollimin e kisha, edhe kum pas një ndjenjë që nuk po thirrna në intervistë punës për arsye që quhem kështu si quhem. Ka qenë e vështirë. Ka qenë e vështirë. A ishe pro apo kundër të rive që po dalin jashtë sot? Po do A kishe preferu dikujt, a kishe rekomandu dikon për shembull, ose dase dikush në Kosovë të pyet për shembull po du me dalë në Suedi me këtu? Po janë dy kahjen këto. Këtu let mune edhe mu keq kuptu, se nëse unë e tham jo, dikush më në thonë let e ki sepse vetë ke shku. Po kur e ki përgjigjen dorë, mund është më ja tregu dikujna. Mas unë e kam përgjigjen mas 18 viteve, nuk ja kisha rekomandu kërkuj. Kosova sot është e lirë, Kosova ka arrit një pikë shumë më të mirë se çysh ka qenë para 25 viteve. Mundësitë e punësimit janë shumë më të lehta se çysh ka qenë. Ndoshta pagat nuk janë aty ku unë kisha dashur që me konë, shumë më pak aty ku ata që jetojnë në Kosovë kanë qef me konë, mirë po nëse unë i spjegoj në emision tjetër vështirësitë e mia deri sot ku kom ardhur këtu, nuk kisha pas qef rinia e Kosovës me përjetu çato vështirësi për marrë qëto. Pa tjetër që thuhet që koha ka vlerë shumë të madhe, 18 vite nuk jam pak, edhe muna me të thonë që sidomos 5 deri 10 vitet e para janë shumë të vështira. Edhe me i kalue 10 vite në vështirësi nuk është e lehtë, nuk është e lehtë edhe zi që të them, nuk zdia ja vlenë. Nëse është vend i lirë dhe nëse i ki mundësit e punësimit edhe të shkollimit si që i ka Kosova sot. Në kohën kur na veç kem emigru, nuk kanë qenë si sot. Faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi që folëm për këtë pjesë, besoj që s'ke pas rast më herët me folë këto shta publikisht. Dhe që do të jetë interesante për tjerë që ndëgjojnë. Të falenderoj ty, të falenderoj kënaqësia është e jamja që ma jepe mundësinë, të përgëzoj për emisionin, edhe të përkrahi, shpresoj që do të vazhdojsh me këtë emision, është shumë i qilum, ka plot shqiptar që kanë nevojnë mu shprej edhe me tregu vështirësit, po edhe arritjet, në Suedi ka plot shqiptar, edhe ma merr mendja që është një e nevojshme që na me tregue, edhe me bisedu njëri me tjetrin, që të paktën dikush të mëson sa do pak nga vështirësitë tona, por ndoshta edhe nga arritjet tona, nëse dikush vetëm me ka qëllim me ardhë. Patjetër që po. Faleminderit atëherë pra të gjithë ju të cilët na ndëgjuat deri në emisionin e radhës Mirëmbeshje ku do qeni.